Kolika renale ose dhimbja akute e veshkave, shumë njerëz dhe përshkruajnë si një nga dhimbjet më të forta që mund të përjetohet. Sot do të ndjekim së bashku rrugtimin e një pacienti për të kuptuar se si një gur i vogël mund të shkaktojë një krizë kaq të madhe. E po, gjithçka fillon pikërisht kështu. Një burr 39 vjeçar në kulmin e jetës, papritur ndjen një dhimbje aq të mpredh dhe të qartë saqë e kupton menjëherë se duhet të kërkojë ndihmë. Kjo nuk është një dhimbje e zakonshme, është praktikisht trupi që bërtet se diçka serioze nuk po shkon siç duhet. Faza e parë është thjesht agoni. Dhimbja është aq e fortë sa që dominon çdo gjë tjetër. Dhe megjithëse personi që e përjeton dihet kritikisht i vetëm në atë moment, realiteti është se kjo është një provojë çuditërisht e zakonshme. 12%. Çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Do të thotë se më shumë se 1 në 10 njerëz do të përballet me një gur në veshka në një moment të jetës. Pra, ndërsa dhimbja është intensivisht personale, problemi është gjerësisht i përbashkët. Kjo është tabloja klasike dhe pacienti ynë nga historia e fillimit i ka të gjitha këto simptoma. Dhimbja fillon në pjesën e mesit, në shpinë, dhe pastaj lëviz poshtë, drejtijeve. Trupi reagon me të përzira dhe personi thjesht nuk gjen dot një pozicion të rehatshëm. Dhe pastaj tregoj si kryesor që mjekët kërkojnë, gjaku në urinë. Mirë, pacientin bërim në urgjant. Tani, detyra numër 1 për mjekët është të zbulojnë se çfarë po e shkakton këtë dhimbje torturuese. Nuk mjafton vetëm të dyshosh, duhet ta gjesh fajtorin. Kjo është pyetja $1.000.000, apo jo? Si ja bën të gjesh një kokrizë të vogël, shpesh vetëm disa milimetra, që fshihet thellë brenda sistemit urinar? Për këtë sigurisht duhet teknologji e avancuar. Këtu shohim pikërisht se si ka evoluar diagnostikimi. Më parë përdorej urografia, por skaneri CT pa kontrast ka ndryshuar totalisht rregullat e lojës. Me një ndjeshmëri prej 96%, ai jo vetëm që e gjen gurin pothuajse gjithmonë, por gjithashtu mund të zbuloj probleme të tjera nëse rastësisht nuk është gur. Ja pra, çfarë tregon skaneri? Kjo quhet hidronefroz. Për ta kuptuar më thjesht, imagjinoni një tubacion të bllokuar në shtëpi. Uji kthehet mbrapsht dhe shkakton presion, apo jo? E po, e njëjta gjë po ndodh këtu. Guri po bllokon daljen e urinës, e cila kthehet pas dhe fryn veshkën. Pikërisht kjo entje shkakton atë dhimbje të tmerrshme. Dhe bllokimi nuk ndalet vetëm te veshka. Këtu shihet se i gjithë tubi që lidh veshkën me fshikzën, pra ureteri, është gjithashtu i zgjeruar. Bllokimi ka krijuar, le të themi, një trafik të tmerrshëm në të gjithë sistemin. Dhe ja ku është. Ajo pika e vogël e bardhë në skaner është fajtori, guri 6 mm që po shkakton gjithë këtë rrëmuj. Tani që e kemi identifikuar problemin, fillon faza tjetër. Çfarë bëjmë me të? Dhe kjo na çon në një pikë vendimtare. Jo çdo gur kërkon ndërhyrje. Ndonjëherë, strategjia më e mirë është të menaxhohet dhimbja dhe thjesht të pritet që natyra të bëjë punën e saj. Gjithçka varet nga një faktor kyç, madhësia. Një gur i vogël, le të themi 2 mm, ka shumë mundësi të dalë vetë. Por për pacientin ton, me një gur 6 mm, jemi tamam 50/50. Dhe sa po kalon këtë mas, ndërhyrja bëhet praktikisht e pashmakshme. Ndërkohë që pritet, kontrolli i dhimbjes është absolutisht thelbësor. Dhe këtu vjen diçka interesante. Barnat antiinflamatore jo steroide ose NSAID mund të jenë po aq të fuqishme sa narkotikët për këtë lloj dhimbje, por me më pak efekte anësore. Për pacientin ton, me një gur 6 mm dhe dhimbje që nuk pushon, loja e pritjes ka mbaruar. Nuk është më një opsion. Ka ardhur koha për të kaluar nga menaxhimi pasiv në veprim aktiv. Kemi 2 opsione kryesore në tryez. I pari, litotripsia. Është si një sulm nga jashtë, valët zanore e thyen gurin pa asnjë prerje. I dyti, ureteroskopia. Është si një mision special nga brenda. Një kamerë e vogël shkon deri te guri dhe e shkatron aty për aty me lazer. Ky është një mjet shumë i rëndësishëm, stenti ureteral. Në thelb është një tub i vogël dhe fleksibël që e mban ureterin hapur duke lejuar që urina të rrjedh pa pengesa. Kjo ul presionin në veshka dhe lehtëson dhimbjen pothuajse menjëherë, shpesh si në mase përkohshme. Dhe këtu kuptojmë pse zgjedhja e procedurës është kaq kritike, sidomos për gurët më të mëdhenj. Ndërsa litotripsia është një opsion, ureteroskopia ka një shkallë suksesi dukshëm më të lartë, duke arritur në 93% për gurët më të mëdhenj se 1 cm. Për mjekët, zgjedhja bëhet mjaft e qartë. Por rrugtimi nuk përfundon me heqjen e gurit. Për shumë njerëz, kjo është vetëm betejë e parë. Pjesa më kritike është të sigurohesh që kjo të mos ndodh më kurrë.
Ky numër është tronditës. Pasi kalon një herë gjitha të dhimbje, ekziston një shans 50% që të ndodhë përsëri. Kjo e bën parandalimin jo thjesht të rëndësishëm, por absolutisht thelbësor. Fatmirësisht, hapat për parandalim janë relativisht të thjesht edhe pse kërkojnë disiplinë. Çelësi absolut, hidratimi. Ideja është të ollosh urinën aq shumë sa mineralet të mos kenë mundësi të kristalizohen. Synimi duhet jetë urina e pastër, pothuajse si ujë. Pastaj, ndryshimet në dietë, si ulja e kripës dhe proteinave shtazore, luajnë gjithashtu një rol të madh. Dhe interesantja, rekomandimi vjetër për të shmangur kalcimin tani konsiderohet i gabuar. Dhe kjo na lë me një pyetje të fuqishme. Statistikat mund të duken dekurajuese, por Chelsea qëndron te parandalimi. Një gur i dytë nuk është i pashmangshëm, por shmangja e tij kërkon një angazhim të ndërgjegjshëm për të ndryshuar stilin e jetesës, duke kthyer një krizë të dhimbshme në një mundësi për shëndet më të mirë dhe afatgjatë.